Gabim. Kjo të bën të mendosh që si ti shpëtosh pagesave më të mëdha të TVSH. Atë që gjithë shqiptarët janë mësuar prap gabim, si të blejnë pa faturë. Nga ky ekuacion sapo të shpjegova aty që e rëndësishme në sipërmarrje është që të mbledhësh sa më shumë fatura. Që ti të zvoglosh pagesën në fund të muajit të diferencës së TVSH-s. Në qoftë se ti ke mbledhur shumë fatura të TVSH-je, atëherë ti ke për të paguar në fund të muajit shumë më pak TVSH se ç'ti ke shitur. Dhe këtë nuk kuptojnë sipërmarrësit shqiptar ose njerëzit që edhe të paktën bëjnë llogaritë bazike të kësaj gjëje. Që ti nuk paguan TVSH kur mbledh fatura TVSH-je, po paguan minimalisht. Dhe jo atë që njerëzit e njohin si 20% që i famshëm i TVSH-s, ose më saktë ti je të shesësh me faturë. Pra të shesësh me faturë të bie më lirë se të shesësh pa faturë në fund të ditës. Dhe janë disa biznesmen shumë të mëdhenj këtu në Shqipëri, ata që janë top 10-a, që e kanë kuptuar këtë film herët dhe nuk punojnë fare, madje i abuzojnë furnitorët e tyre, në kuptim pozitiv fjalës, për të mbledh faturat e TVSH-s. Mos më bjerë mall pa faturë. Dhe kush bie mall pa faturë dhe kush çon mall pa faturë, në fund të ditës i merr kostot vet për të fshehur të gjitha ato që i ka vërtall.